أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالمدرين dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe selamat I dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira e Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnikë dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuara xhiruese dhe xhiruese, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli I ligjëratave emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Me lejen e Allahut Azza wa Jall kemi përzgjedhur sot emrin e radhës, një nga emrat e bukur të Zotit xhallahu ala. Duke e ditur që në për shtëpitë tona, familjet tona, shoqëritë tona kemi njerëz që vuajnë nga smundje të ndryshme, dikush një kohë të gjatë, dikush ndoshta tashmë rishtazi është sëmur, e dikush pritet mos sëmur. E kom përzgjedh këtë emër me I ledhatu zemrat tona edhe me I lidh zemrat tona me shëruesin e vetëm Allahun Azza wa Jall. Për atë arsye e kom zgjedh këtë emër, I cili emërtohet dhe quhet Ash-Shafi. Shëruesi I vetëm është Allahu Azza wa Jall. Zoti xhallahu ala është ai I cili I shëron robët e tij. Pa lejen e tij nuk shërohet njeriu. Të nderuara xhiruese dhe xhiruese, ju jeni dëshmitar që kemi përjetuar një periudhë të hidhur, jo të mirë, periudhën e Covidit, e pandemisë dhe epidemisë shkatruese. Dhe jeni dëshmitar që terapia ka qenë e njëjtë për persona që kanë pas Covid, disa kanë vdek, disa janë gjallë. Dhe pse ndodh një gjë e tillë kur terapia është e njëjtë? Për dy arsye. Para është se mjeku nuk është shërues. E dyta, barnat nuk janë shërues. Shëruesi vetëm është Allahu Azza wa Jall. Mirë po. A do thot kjo që unë mos t'i marr sebepët? A do thot që më ka kaplu smundja dhe nuk po du me shku te mjeku? Nuk po du me I përdor barna se Zoti më shëron? Jo. Allahu I ka kriju sebepet. Për atë arsye, emri Ash-Shafi ka ardhur në sunetin e pejgamberit sallam, ndërsa nuk ka ardhur në asnjë vend në Kur'anin famlar, por ka ardhur në formën e foljes apo ka ardhur në formën e veprimit, duke tregu sebepet që Allahu I kalon me ushëru. Për shembull, kur ka fol për veten e tij, Allahu ka thonë: "Wa yashfi sudura qaumi mu'minin." Allahu është ai I cili I shëron zemrat e besimtarëve. Dhe ky shërim vjen në disa aspekte. Shërimi nga lëndimet mjekësore, shërimi nga dyshime që mundet me I hedh shejtani apo dikush në zemrën e muslimanit. E dyta, ka ardhur sebepi I dytë I radhës për mjekim shërim është përdorur dhe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është mjalti. Që tek ne nuk I dihet vlera mjaltit sa duhet. Allahu kur ka fol për mjaltin ka thonë: "Fihi shifa'un linnas." Mjalti është element, sebeb me lejen e Allahut Azza wa Jall mu shëru dhe mu mjeku njerëzit. Ju kujtohet rasti ka ardhur një njeri tek pejgamberi sa dhe është anku për vllavin e vet. I tha: "Ja Rasulullah, vllavit po I dhem barku." Fundi I barkut. I tha pejgamberi: "Alejke bil asal." Të këshilloj me ble një tegëll mjalt edhe le ta përdore vllavi. Nuk kaloi shumë periudhë gjatë, prap ky djalosh erdhi tek pejgamberi dhe tha: "Ja Rasulullah, thot vllavi përfundoi tegëllën e mjaltit, por barku ende po I dhem." Çka I tha pejgamberi? "Sadaqallah wa kadhaba batnu akhik." Allah e ka thonë të vërtetën për mjaltin apo rrem barku I vllavut tond. Barku I vllavut tond s'është thonë të vërtetën. Diçka nuk është rregull me to. Ama mjalti mu përdor me lejen e Allahut është shërues. Pse? Ka thonë fihi shifa'u linnas. Elementi I tretë është ky Kur'an që është stolisja e këtij muajit bekum të Ramazanit. Pse ka që bukur është Ramazani? Pse është nata e Kadrit? Pse ka zbrit edhe Kur'ani famlart. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ramazani është muaji në të cilin ka zbrit Kur'ani. E Allahu për Kur'anin ka thonë që është sebeb mu shëru.
wa nunazzilu minal Qur'an në surën Isra, ma huwa shifaun wa rahmatun lil mu'minin. Na kemi zbrit këtë Kur'an, i cili është shërues dhe i cili është rahmet për besimtarët. Edhe pejgamberi sa më smur, shprovu nga sihri. Edhe i dërgoi Allahut kur e ka pa një smur, çka ka thonë, la bas, tahur inshallah. Qoftë e kaluar, pastrimi inshallah është për ty ngritje gradash. Pastaj kur ka ardhur dikush me mjeku te pejgamberi është anku, ka bu dua pejgamberi ka thonë, Allahumma rabban nas adhhab al ba's, ishfi anta shafi, la shifa illa shifa'uk shifan la yughadiru saqama. O Allah i njerëzve, adhhab al ba's, largoja smundjen, washfi anta shafi, shëron nga se ti je shërues. La shifa illa shifa'uk, nuk ka shërim përveç shërimit tënd. Shifan la yughadiru saqama, pas cilis shërim nuk ka më rikthim të smundjes. Ka përdorur metoda nga më të ndryshme të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me vetëm qëllim që me i lidh njerëzit me Allahun azza wa jall dhe me i tregu që Allahu subhanahu wa taala është shëruesi i vetëm. Vet Aisha radhiyallahu anha tregon që sa herë që i ka dhënë koka pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, më ka thonë me lezu surën al-Falaq edhe surën an-Nas ose surën al-Fatiha, ayatul Kursi, i ka lexuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me bindje që me lejen e Allahut azza wa jall, i cili është shafi, kanë më bëu sebeb këto gjëra edhe më mjeku edhe me ushëru me lejen e Zotit xhallahu ala. Qoftë nga smundja kokëdhëmbjes, barkut, pastaj gjoksit, pastaj gjërave tjera në trupin e njeriu, ku normalisht ndodhen me ushëru me lejen e Allahut azza wa jall. Është vërtet smundja ekziston, smundjet kanë ekzistuar dhe ekzistojnë, nga se çush ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu azza wa jall nuk e ka zbrit asnjë smundje që për to mos me zbrit ilaçin, përveç vdekjes. Andaj ka shpëtim nga vdekja, nuk ka. Për qëra smundje, për të gjitha smundjet Allahu e ka zbrit ilaçin. Dhe tha pejgamberi, e diti kush e diti, e kuptoi kush e kuptoi, kjo është ligji i Zotit. Ka smuj që ekziston dhe ka më ekzistuar e që Allahu mos e paslon ilaçin. A tha pejgamberi, tadawu ya ibadallah wa la tadawu bil haram. Mjekoni o ju rob të Allahut, ama mos e kërkoni mjekimin në haram apo në gjëra të cilat do thot i ka ndaluar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Andaj e lutem Allahun e cili është shafi, të shërojë zemrat tona, mendjat tona, të shërojë të sëmundit ton, edhe ata të cilët vujnë nga smundjet, shtoni duan këtë muaj bekum Ramazanit se duaja pranohet dhe është më afër pranimit, dhe lutem Allahun me këtë emër të bukur e shafi, i shfina, o shëruesi vetëm na shëro, dhe tini të bindur që ka më zbrit shërimi Allahut azza wa jall. Dhe takimin e ardhshëm do të dhe mas mirë, alhamdulillahi rabbil alamin.